Nëse ka një emër që i ndan shqiptarët në dy grupe, ai është Enver Hoxha. Disa mendojnë se në kohën që ai udhëhiqte Shqipërinë, ne jetonim mirë, të qetë të lumtur, ndërsa pjesa tjetër mendon krejt të kundërtën. Ka nga ato që në rrjetet sociale komentojnë, as sikur të kthehej edhe një herë Enveri, ndërsa të tjerë shprehen se koha e tij mos ardh kurrë. Ndërkohë, shpreha e famshme për Enver Hoxhën, 5 vite do më qani, 5 vite do më shani dhe gjithë jetën do më kërkoni, ende vijon të jetë në bisedat e shqiptarëve. Tani kur kanë kaluar jo pak, por plot 40 vite nga ndarja nga jeta e udhëheqësit komunist, ai është rikthyer në parlamentin shqiptar, duke marrë disa tituj nderi. Edhe pse Nexhmie Hoxha u burgos si gruaja e diktatorit, parlamenti shqiptar sot ka vendosur ta nderojë figurën e tij. Më konkretisht, Instituti Parlamentar ka publikuar listën e personaliteteve kombëtare në muajin tetor, ku shihet se mes figurave si Dritë Roagolli, Naim Frashëri apo Sulejman Delbina, kryetari i Kuvendit Niko Peleshi ka futur edhe Enver Hoxhën. Enver Hoxha që mbajti të izoluar vendin për 45 vite, sot vendoset krah figurave të nderuara të kombit shqiptar. Madje nga Kuvendi i Shqipërisë, Enver Hoxha përshkruhet si udhëheqësi i luftës antifashiste nacional shkrimtare, si hero i popullit dhe si hero i punës socialiste. Po ju, si mendoni, i meriton Enver Hoxha këto tituj që i ka dhënë Parlamenti shqiptar? Për më shumë, mund na lini mendimin tuaj në komentet poshtë videos.